Në ndryshimin për keq përdorim të detyrës dhe autorizimit zyrtar, Policia Financiare ka bërë kallëzim penal kundër Marko Bislimovskit, kryetarit të Komisionit Rregullator të Energjetikës. Sipas njoftimit të Policisë Financiare, Bislimovski nuk ka vepruar në pajtim me ligjin për energjetik dhe nuk ja ka marrë me kohë licencën kompanisë Triterol Petrol në Shkup, pasi e njëjta nuk i ka plotësuar kushtet për tregtimin e derivateve të naftës. Kompania, siç thuhet në komunikat, është lënë të punojë 15 muaj pas skatimit të licencës, ndërsa për këtë periudhë Triterol Petrol ka realizuar fitim prej 3.15 milion euro dhe fitim të palishëm të pasurisë prej 229.000 eurosh. Në vend që licenca të hiqej më 15/01/2024, ajo u hoq vetëm më 14/04/2025, duke mundsuar kompanisë që në mënyrë të kundërligjshme të vazhdojë aktivitetin energjetik për 15 muaj pas skatimit kushteve ligjore dhe të marrë pjesë dhe të lidhë kontrata për prokurime publike. Ndërkaq kanë reaguar nga Kërrej, nga ku thonë se komisioni dhe kryetari Bislimovski janë të hapur për bashkëpunim me institucionet për të zbardhur këtë rast dhe theksojnë se ata kanë vepruar sipas ligjit. Komisioni Rregullator i Energjetikës e informon opinionin se në rastin konkret për procedurën e marrjes së licencës Triterol Petrol është vepruar në pajtim me ligjin për energjetik dhe rregulloren për licenca, me çka në të njëjtën mënyrë dhe sipas të njëjtave afate është vepruar edhe me kompanitë e tjera që kanë kërkuar licenca. Komisioni Rregullator i Energjetikës thotë se nuk do të komentojë detajet e tjera me qëllim që institucionet e sistemit të kryejnë punën e tyre në mënyrë profesionale.